është totalisht në duart e krimit. Në Sarandë, ai që duhet luftoj krimin, shkon në diskotek dhe në aktet palejueshme shqetëson qytetare, në lokal detyron bodyguardët ta nxjerrin si rrugaç jashtë lokalit dhe pastaj vërsulet policia kundër tyre. Në Elbasan, siç e pat ju, ditën për drek, para kamerave, para gjithë qytetarëve, vrasi i vendos pas kokët tyt në revolës viktimës, pa asnjë lloj hezitimi apo shqetësimi. Pas arrestimit, fillon përbaltja edhe e kriminalit dhe viktimës në përputhje me doktrinën kokën t'i hanë njëri tjetrit. Një i kërkuar, i shumë kërkuar, Ylli Zalla i vendosin tritol në banesë dhe bën konferencë shtypi para shtëpisë së rënuar nga tritoli. Akuzon policinë si autore e mundshme e tritolit. Lamëllari mashtron qytetarët. Thot se e arrestuam, ndërkohë Zalla u dorëzua vetë, se si mund të ketë dorëzim tjetër se sa të dalë në konferencë shtypi, vetëm mendja boshe e lamëllarit mund ta cilësoj arrestim me. Ai u dorëzua. Ndërkohë zjarret në të katër anë në tërësi janë jashtë kontrolli.